kemi të ftuar krye-imamin e Bashkësisë Islame, Zotri Ali Bardhin, për të bashkëbiseduar për këtë periudhë sa i përket Bashkësisë Islame, por edhe përgatitjet për muajin e shenjtë të Ramazanit. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjesi, selam aleikum gjithëve, paqja qoftë me gjithë ju dhe shikuesve tuaj. Ju faleminderit shumë për këtë program që po e fillojmë dhe po e startojmë në këto muaj të bekum, të cilët janë paraprijes për fillimin e muajit mallnueshëm të Ramazanit. Mirë se erdhët edhe një herë dhe faleminderit edhe një herë që ndatë kohën të jeni në emisionin e mëngjesit këtu në televizionin të UTA. Dua të ndalem pak edhe si ka qenë kjo periudhë për Bashkësinë Islame të Ulqinit. Po, gjatë kësaj kohe, natyrisht në institucionin e Bashkësisë Islame ka vazhdimisht punë, gjendet vazhdimisht aktivitete, qofshin aktivitete fetare, programe të ndryshme, ligjërata të ndryshme, përveç atyne që janë të rëndomta gjithmonë si ditëve të premta, xhumave, domethënë që janë ligjërata në gjitha xhamit. Në të njëjtën mënyrë aktivitetet e ndryshme qoftë duke u përkushtuar edhe gjinizm mashkullore dhe femnore, po kështu edhe duke përfshirë edhe fëmijët me mësim besimin në mektebe, pra në xhami. Përveç saj edhe ligjërata të ndryshme nga hoxhallarët tanë, të cilët kanë hapur cikle të ligjërimeve, pra gjatë kësaj kohe, domethënë një herë në 2 herë në javë, domethënë çdo njeri prej atyne që kanë kërkuar dhe janë angazhuar domethënë për të realizuar këto programe të tilla. Këto janë ato pak a shumë sa i përket në rrafshin fetar. Kurse sa i përket të tjerave, ju siç jeni informuar dhe qoftë edhe nga portali i Bashkisë Islame, se shpejti pritet që inshallah të fillohet edhe me xhaminë e madhe, pra xhaminë e fushë të Ulqinit. Po kështu ka ndërhyrje në xhami të ndryshme, të cilat kanë nevojë për riparime, për nevoja të ndryshme, dhe gjitha dhe këto domethënë po realizohen. Në mënyrë që muaji i mallnueshëm i Ramazanit na qes të përgatitur të gjithëve nga ana infrastrukturës, por edhe në anën tjetër edhe me ligjëratat të cilat gjatë këtyne ditëve, pra do të fillojnë ligjërues të ndryshëm, të cilët i kemi ftuar nga domethënë ligjërues tanë, nga treva të ndryshme, duke përfshirë edhe reisin e Bashkisë Islame, Rifat Efendi Fejziçin. Dhe po kështu, domethënë edhe hoxhallarët e tjerë, të cilët do të jenë në datat e caktuara, ku ligjërata e parë do të mbahet me 18, pra të dielën në xhamin e Pinjeshit pas namazit të Yacis, pra dikun ka ora 18:30 afërsisht, domethënë mas Yacisit, por në fillim të Yacis 18 e çerek 18. Do të kenë mundësi të jenë të pranishëm të dy gjinit për të dy gjinit, patjetër, për të dy gjinit do të jetë. Dhe me këtë, si thush, startojmë një farë mënyrë ato para përgatitjet. Ta ndjejmë atë frymën e fillimit të muajit mallnueshëm të Ramazanit. Kështu që këto janë pak a shumë ato aktivitetet e përgjithshme, të cilat duhet t'i ndaj me gjithë besimtarët, me gjithë shikuesit e televizionit të UTA. E dim që jemi tashmë edhe në mbarim ndoshta të muajit të Rexhep. Në këtë muaj kemi edhe 3 data të caktuara që duhet të agjerohen. Si i shpjegoni këto? Në muajin Rexhep kemi 2 net, domethënë nata e Regaibit dhe nata e Isras dhe Miraxhit. Ndërsa në muajin Shaban, që pason më njëherë mas tij, është nata e Beratit. Pra, nata e Regaibit ishte enjitja e parë e muajit Rexhep. Nata e Isras dhe Miraxhit është nata 27 e muajit Rexhep, ndërsa nata e Beratit është e 14-15, domethënë apo si thush mesi i muajit Shaban. Këto netet, si shumë netet tjera të cilat përmenden, vlerësohen, pra, janë vlerësuar nga Allahu xhaleshanuhu, nga pejgamberi i tij. Allahu xhaleshanuhu me net që përmend, domethënë si të veçanta janë
nata e 4-rit, për shembull, janë 10 ditet. Domethënë betohet Zoti në surën Fajr, wal Fajr, pa shagimin, wal layalin ashr, edhe në 8 netet e tij, që dietarët pohojnë. Dikush mendon që janë 10 ditët e fundit muajit Ramazanit, por pjesa dërmuese pohojnë se janë të ndërlidhur me 10 ditë e fundit të muajit Dhul-Hijja, pra që është periudha e haxhit gjatë asaj periudhe. Edhe pastaj përveç saj është që Zoti përmend, pra domethënë Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Pra madhnu qoftë ai Zot, ai i cili robën e vet e barti për një natë, pra domethënë që bëhet fjalë natën e Isras, e barti robën e vet nga mesxhidi harami në mesxhidi Aqsa, pra nga qapja në Kudus, pra në xhamin në Kudus. Pra këto Zoti veç i ka potencu këto si thosh të ditë. Po kështu në njëjtën mënyrë edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. Por kështu edhe Miraxhi, ngjarja e Miraxhit kur përmendet në surën Nejm, që dietarët pohojnë, që polemizojnë, domethënë, mosbesimtarët që ishin në Mekë, polemizoshin me Muhamedit alayhis salatu wasalam në lidhje me atë se në lidhje me pamjen e Xhebrailit, natyrisht. Dhe i thotë që atë ka pa edhe një herë tjetër kohë në Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, domethënë, është pika ku pas saj, domethënë, nuk kalon më, si të thush, as angjull, as gjë tjetër, dhe Muhamedi alayhis salam e ka përcen atë. Dhe e veçanta e kësaj është se edhe merr 3 gjëra me rëndësi, i merr pa ndërmjetësimin e angjullit melekut. Pra, në konceptin islam, profeti është i ndërlidhur shumë me angjëllin, me melekun, sidomos me melekun Xhebrail, domethënë. Është i ndërlidhur me të. Por në rastin e Miraxhit ai merr domethënë 3 gjëra me rëndësi, siç është namazi, siç janë 2 ajetet e fundit të surës El-Bekare, dhe merr si harishin apo lajmin e mirë se do të falen të gjithë besimtarët, do të hyjnë në mëshirën e tij, të gjithë besimtarët, përveç ato të cilët i bajnë ortak apo i bajnë shirk apo e barazojnë dikën me Zotin, gjatë që nuk lejohet një gjë e tillë. Përveç tyre nuk do të hyjnë këtë mëshirë, pra që janë si haris. E të shti, për natën e Beratit, flet pejgamberi alayhis salam, po kështu për natën e Regaibit flet pejgamberi alayhis salam. Për natën e Beratit, për shembull, thot ai i cili thot agjeroni thot natën e 14 të 15-ën, domethënë, të 14-ën, domethënë, natën e tij kaloni me ibadet, me adhurim, ndërsa të nesërmen kaloni me agjerim, pra natën e 15, ditën e 15. Kështu që ajo që ne duhet se nga njëherë ne shashtisemi apo habitemi, kur themi se a ka bën pejgamberi alayhis salam, si e ka bën pejgamberi alayhis salam. Për çdo natë, qoftë edhe nata e 4-rit, nëse përfshihet, nuk ka bën pejgamberi alayhis salam asnjë organizim. Në kuptimin e organizimit, si mendojmë ne, për shembull, më mledh në qendër për kulturë apo diku tjetër me bën një organizim, të tillë gjëra nuk ka bën kur pejgamberi alayhis salam. Domethënë nuk ka një lloj praktike të tillë. Por thjesht është një adhurim, ndoshta vetëm ndaj Zotit. Asinat është adhurim, domethënë, që e veçohet, domethënë. Domethënë se pejgamberi se çka ka bën natën e 4-rit është tërheq, sidomos 10 ditët e fundit normalisht të Ramazanit, por për të gjetë natën e 4-rit dhe çka ka bën, ka domethënë adhunu dua, namaz, domethënë gjatë gjithë kohën e ka kalu. Nesër ka kalu me agjerim. Pra domethënë apo të nesërmet gjatë muajit madhnueshëm të Ramazanit, sa e përfshihet brenda. Apo raste si thash nata e Beratit, domethënë çka ka bën, domethënë adhurim ka bën gjatë natës, të nesër ka agjeru. Po nuk ka bën në një organizim në kuptimin e asaj, as ligjërata nuk ka bën, as nuk ka bën në një organizim, në një program tillë. Këtu edhe ndoshta edhe keq kuptohet se njeriu gjatë kohës mundohet domethënë edhe pi kulturave nga vinë, edhe nga rrethet që kanë, domethënë gjithë cili mundohet në një farë mënyre me e manifestu
një gjë që e don fort, edhe mundohet me manifestu. Dhe nga një herë tu i dashur edhe manifestu ndoshta edhe teprohet me ndonjë gjë. Për shembull, tu kena pas rast si Bajramin, për shembull kanë filluar me manifestu me muzikë. Po. Në kuptimin me bë si një lloj feste. Si një lloj feste. Pra domethënë po ti nuk mund të thush ti që për shkak se u festohet në këtë mënyrë, hajde ta hekim të Bajramin. Domethënë nuk ekziston një gjë e tillë. Por këto net domethënë janë mundësi e mirë për të reflektuar njeriu, për t'ju lutur Zotit, për të bërë dua, adhurimi, domethënë lutje, të cilat ka dhe raste se i ka mësu pejgamberi selam për shembull natën e Beratit, të cilat do të vijë domethënë në ditët në vijim, për shembull ka mësu se si duhet me vepru, cilën dua kur e pyet për shembull bashortën e tij, thotë se a din se çka është kjo natë, dhe jo i thotë atë din më të mirë pejgamberi profeti, ai i cili e marr shpalljen për Zotit. Dhe i thotë që natën e gjysmën e muajit, domethënë të muajit Shaban kalone me adhurim, me ibadet, të nesërmen me agjërim. Dhe me pastaj thotë në transmetim bashortja e pejgamberit alayhis salam, thotë që u larguthet në një cep, thotë më thon, filloi thotë namazin, këndoi një sure, për shembull kaptinën ose pjesën Fatiha dhe një sure të shkurt, dhe kur ul në sejdë qëndroi thotë gati deri në gjysmënatës, domethënë. Po kështu mas një kohë u ngrit prap, veprojnë këtë mënyrë dhe shkojnë në sejdën pas rekatit 2, domethënë sejdën edhe gati e zuni mëngjesi. Dhe kujtoja aq e shumë, tha, u frikova se kujtoja se mos ka ndru jetë. Dhe preka veç mbllai sharetin që është gjallë. Pra domethënë ka kalu me ibadet në kuptimin këto janë format të cilat na i ka mësuar pejgamberi alayhis salam, por të thuash që nuk ekzistojnë këto net është në kundërshti me vetë traditën e pejgamberit alayhis salam, është në kundërshti me vetë sunetin e tij, është në kundërshti me vetë ato që na kanë ardhur ato shënime, sepse to janë në shënime, domethënë koleksionet haditheve janë, pa marrë parasysh se kategorizimi i tyre dikush mund të thojnë për këtë hadith ashtu, për këtë hadith ashtu. Bëmë nis me diskutu hadithet se cili është i saktë, cili është ashtu, aty ka shumë tema që nuk janë për popull, randojnë popullin, bile i randojnë edhe ulemat, prandaj domethënë to gjenden në koleksionet hadithit, por ajo që duhet mos ngatrojmë ne përsëris prap. Kur bëhet një organizim si në qendër për kulturë apo këto, kjo të është ai kërkon a ka bën pejgamberi alayhis salam këtë formë, po nuk e ka bën në këtë formë. Pejgamberi alayhis salam ka bën adhurim, atë natë do të nesërmen ka agjëru. Kjo është forma që e ka bën. Pra domethënë nuk mund të nisis për asaj që pejgamberi alayhis salam nuk ka vepruar kështu, hajde tash ta heqim edhe ta mohojmë krejt. Pra domethënë të janë gjëra të cilat duhet të rishikohen edhe një herë me sy ma analitik, edhe për të kuptuar se këto nuk janë gjëra si tushtu të shpikun apo kot. Se për shembull kemi hadithet pejgamberit selam përsëri që Allahu xhaleshanu thotë nuk e kthen lutjen e njeriu të për shembull e njëjta parë muajit Rexhep, e 15-ta natë e muajit Shaban, nata e Xhuма, pra që i vjen e njëjtë, pra që hyn e Xhumaja, e njëjtë mramje, edhe ditët e Bajramit, pra që nuk i kthen Allahu xhaleshanu lutjet pas. Pra edhe këto ekzistojnë në transmetime. Më tregoni sa është e rëndësishme që në këto muaj të jepet edhe ndoshta të shtohet sadakaja dhe të jepet të ndihmohet ndoshta edhe atyre familje që janë në nevojë dhe të bëjmë sadaka të ndryshme. Po sadakaja gjithmonë është, nuk ka ndonjë kufizim edhe ndonjë afat. Natyrisht që sadakaja më mirë është muaj të mëdhenj të Ramazanit, mbas përshkrimeve që na jep koleksionet e hadithit që flet profeti alayhis salam për shumë fishimin e tyre. Krahasim me kohët e tjera do thoja, por gjithmonë duhet të kemi parasysh se dhënia e sadakas, lëmoshes domethënë është gjithmonë mirëseardhur, sepse njeriu i cili ka nevojë për të nuk ka nevojë vetëm muajit Ramazanit, por ka nevojë për
gjatë gjithë kohës, nëse është nevojtar për atë sadaka. Domethënë nuk është se vetëm muajt Ramazanit do të ushqihet, por do të ushqihet edhe gjatë kohëve tjera. Prandaj domethënë është e mira gjithmonë që t'jepet, por natyrisht që edhe gjatë kësaj kohe. Por si thosh janë para përgatitje. Këto muaj janë, si më thonë, para përgatitje siç i kanë përshkruar edhe dietarët, për shembull, muaji Rexhep është muaji, pra domethënë në bazë të asaj se çka përmbajnë vetvete to dhe dalin edhe mendime, po që nuk janë gabim, nuk janë për të marrë si diçka që është dal apo një bidat apo diçka tjetër. Nëse mund ta krahasojmë, Rexhepi është një muaj i mbjelljes, kanë thënë dietarët, ku fillojnë e hedhin atë faren në tokë për ta përgatitur. Edhe kështu në këtë formë edhe njeriu fillon një lloj për përgatitjes. Muaji Shaban është muaji i ujitjes, thonë dietarët. Domethënë që ti jetu e majt atë. Ashtimisht edhe muaji Ramazan është muaji i vjaljeve dhe i korrjeve. Pra, çfarë do të thotë? Nuk mund të hysh ti direkt muajit mallnushëm të Ramazanit me një herë dhe me tanë kapacitetet e me intensitetet e me çapadiun, domethënë që mundet njeriu me u marr, por duhet me fillu e qysh më përpara në mënyrë që muajit Ramazanit domethënë të ketë arrit atë si thosh gradat e tij apo si më thon ato ngritjen e tij shpirtërore aty ku duhet pra gjatë muajit mallnushëm të Ramazanit. Në kuadër të Bashkësisë Islame është edhe shoqata e bamirësisë Bereqeti. Më tregoni sa ndoshta ju si kryeimami kësaj bashkësie islame jeni të informuar, por edhe mendoni që duhet të shpërndahen ato pako që bëni ju muaj pas muaji ndoshta apo si e keni, dhe kësaj radhe si jeni duke u përgatitur për këtë? Po, për sa i përket Bereqetit, domethënë do të keni rastin që të ftoni atë kryetarin Mirsad Efendin, i cili ka stafin e tij që është më i përgatitur, por në bazë asaj se ne çka shohim domethënë që jepen, si më thon, raportet një herë në vit, muajit Ramazanit jepen edhe raportet. Natyrisht funksionon, domethënë me Bereqeti funksionon edhe në kuadër edhe të ardhnave, të cilat janë të momentit. Zakonisht Bereqeti atë gjë që e merr, domethënë që jepet pi donatorit ajo më një herë shpërndahet. Po. Domethënë që është një praktikë e tillë dhe nuk lehet që mu grumbullu aty. Vetëm me përjashtim të ndonjë rasti kur në një periudhë caktuar ka shumë intensitet madh, edhe për ta përfshirë edhe muaj të tjerë që mund të mos ketë, domethënë të ardhna gjatë muajve tjerë, mund në koordinim natyrisht me bamirësin atë që jep, që do më thonë, në koordinim me te, domethënë ajo përgatitet edhe për që a mundet, domethënë të lejohet për muajit me pas përshëm, si thash më përpara, sepse njeriu nuk ka nevojë vetëm muajit Ramazanit që të ushqihet, por ka nevojë për gjitha muajit e vitit, sepse gjitha ato familje që janë në nevojë, domethënë duhet i përfshin për gjitha kohët ku ata veprojnë dhe jetojnë. Prandaj mendoj që Bereqeti, i cili është formuar nga Këshilli apo Mezhlisi i Bashkisë Islame të Ulqinit, kryen aktivitet shumë të mirë në këtë drejtim, edhe mendoj që duhet të vazhdohet një gjë e tillë. Pa marrë parasysh se sa është numri i nevojtarëve, do të thoja, ata gjitha të cilat domethënë dihet pak a shumë se koha teket në bazë edhe në koordinim edhe me imamet e lagjeve edhe fshatnave, ato si më thënë bëhen edhe shpërndarjet në këtë mënyrë. Dhe mas miri, domethënë ne shohim organizata të cilat janë formuar edhe të cilat jetëgjatësinë kanë të shkurtër, domethënë sepse pa marrë parasysh se institucion mund të jetë një organizatë që domethënë absolutisht ne jemi për tanë që me punu dhe gjithë cili kush ka mundësi le të kontribuojnë sepse është në dobi të shoqënisë, por duhet të veçoj atë që Bereqeti domethënë që është institucion, dhe institucioni domethënë sa të jetë i tillë, i gjallë domethënë do të vazhdoj një aktivitet tillë, një veprimtari tillë. Prandaj domethënë duhet ta kemi parasysh këtë gjë që
institucionet domethënë janë më jetëgjate. Janë më jetëgjate sepse ka njerëz më shumë brenda, të cilët punojnë, aktivistë të ndryshëm. Ka, s'po them që për tjerë nuk ka besueshmëri, por ka besueshmëri sepse është një institucion. Por si thash edhe më përpara, për gjithë ata që duan me punu për të mirën e vendit, për të mirën e njerëzve në dobi, në humanizëm, domethënë absolutisht që domethënë ne s'kemi ndonjë gjë, ndonjë kundërshti në këtë aspekt, sepse në fundit dobia do t'i shkojë njeriut. Por e veçoj domethënë Bereqetin si pjesë e institucionit tonë, i cili e ka dëshmuar të sa vite, dekada domethënë, të cilët me veprimtarinë e vet po kryen punë të pëlqyeshme, do të thënë. Ne ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku bashkë biseduam për përgatitjet ndoshta edhe të muajit madhërisëm të Ramazanit, por edhe për aktivitetet që Bashkësia Islame ka pasur dhe do të ketë gjatë këtij muaji në vazhdim. Shpresoj se inshallah edhe në ditët në vijim, po sidomos gjatë muajit madhënueshëm të Ramazanit fillojmë edhe me ligjërata siç kemi vazhduar tashmë, si thosh, është bën një traditë ku kemi mundësi nëpërmjet ekranit tuaj të përcjellim besimtarëve mesazhet e mira, gjërat e bukura, këshillat që si duhet të përgatiten ata, si duhet të jenë ata gjatë këtij muaji të madhënueshëm të Ramazanit, i cili po troket në dyert tona. Edhe një herë ju falenderoj dhe shpresoj se inshallah takohemi përsëri, patjetër. Faleminderit edhe një herë.